e cila po zhvillohet aktualisht nga ana e Partisë Socialiste. Pam sot edhe zotin Xhafaj si lektor, i cili do mësonte deputetët e rinj që si të komportohen nesër në kuvendin që konstituohet në shtator, pra. Por, në fakt, unë duhet ju pyes, kush duhet të mësoj kënd? Zoti Xhafaj që mori më pak vota se Sara Mile dhe Arken Balla, apo Xhafaj jep eksperiencë parlamentare dhe ata japin eksperiencë si mblidhen vota në terren? Shiko, është një pantomim, një estradë që këta e zhvillojnë pikërisht që ne të merrem me këto muhabetet, mos merrem me faktin që demokracia shqiptare ka vdekur. Ajo është Akademia Barive, e kam quajtur unë, është thjesht një po themi një përpjekje, siç u thash, për të larguar vëmendjen dhe për të marrë me zgjinet. Prandaj nxjerrin rreth parë zgjinet e këto millat që janë këto fagmat e rrjeteve sociale, që nuk kanë lidhje fare me politikën. Ajo është Akademia Barive. Në një farë mënyre, shkolla e partisë e kohës së Enver Hoxhës me të njëjtët njerëz, e rikthyer në formën e një estrade, të një skeçi komik. Është edhe kjo pjesë e strategjisë, ka 12 vjet që parlamenti është kthyer në një arenë sulmesh, fyerjesh, goditjesh fizike, të njerëzve që nuk kanë asnjë lidhje me oratorinë, të njerëzve që nuk kanë asnjë lidhje as me politikën, të njerëzve që vazhdojnë deri zgjidhen, si puna këtij Ballës së Durrësit, nuk ka folur asnjëherë në parlament të 2 vjet që ishte. Kjo milla jo, nuk ekzistojnë. Do janë njerëz që nuk ekzistojnë, anonim, perfekt. Domethënë që marrin vota më shumë se Xhafa, se Pandeli Majko, se Mimi Koveri, të cilët nuk arrin as të futen në parlament. Domethënë se figurat kryesore të Partisë Socialiste, ata që janë, nuk i ndron dot. Kështu që ekzistenca e tyre dhe veçanërisht kjo akademia, mbasi kanë arritur të frymëzojnë, se Sali Berisha, në kjo është sipas të paguarve të qeverisë, po themi epikriza e asaj që ndodhi në 11 maj. Nuk është autopsi, nuk ka vdekur demokracia shqiptare. Demokracia shqiptare vazhdon, merr frymë, gjallon. Ka vetëm një shpjegim për rezultatin, nuk i frymëzoi Sali Berisha, i frymëzoi Zegjineja, Sara Milla dhe ky anonimi tjetër, ky Balla i Durrësit. Tashti këta që kanë arritur të frymëzojnë më shumë qytetarë shqiptar, qytetarë evropian shqiptar, se sa ka frymëzuar, ka arritur të frymëzojë Edi Rama në 2 zgjedhje radhazi, apo Fatmir Xhafa, po t'ja mbledhësh se çka marr në të dyja zgjedhjet radhazi, po them të 2021 dhe të 2025 bashkë, ata tash do të marrin dhe do të trajnojnë Fatmir Xhafa për çfarë? Ata që kanë arritur të frymëzojnë, këta janë praktikisht autorët e fitores të 3 deputetëve të Partisë Socialiste me numër votash. Ata që kanë arritur të frymëzojnë kaq shumë njerëz, a ka kuptim të marrësh dhe ti trajnosh pasi frymëzuan kaq shumë njerëz? Do të kishte një kuptim, po, janë të rinj, i trajnojmë përpara fushatës zgjedhore në mënyrë që të frymëzojnë sa më shumë njerëz. Mund të cilësohet edhe si shkëmbim eksperiencë. Ata u thonë, mjafton kontakti i duhur dhe ta bëjnë se nuk e bën dot njëri tjetër. Është po ajo partia vjetër dhe ju tha Edi Rama 2 ditë përpara zgjedhjeve, tha. Ne vazhdojmë të jemi ajo partia, tha, se kemi vërtet shumë njerëz në burg, tha. Fjalë për fjalë, kemi shumë njerëz në burg. A na prish në punë kjo? Jo. Ne jemi ajo partia që thot një bie mira ngrihen, por ata nuk e dinë. Kështu që unë mendoj që duke kaluar nga anonimi në anonim, në njerëz që nuk kanë lidhje me debatin parlamentar, njerëz që nuk kanë lidhje me politikën, as të përditshmen, as të makro, duke u mbushur në këtë mënyrë parlamenti, ky tenton të shpërbëjë debatin parlamentar, të bezdisë njerëzit, mos ta shoh më njëri, të humbin interesin ndaj parlamentit shqiptar, ku vendoset praktikisht se çdo të ndodh nesër me jetën e tyre, që të nesërmen, sapo të mbarojë parlamenti. Me ligjet që do të menatojnë pikërisht këta, që sot trajnohen vetëm për të ngritur dorën dhe për të thënë sa i mirë është Edi Rama. Që mendoj që e gjitha kjo, domethënë shpjesa më e parëndësishme e asaj që ka ndodhur me 11 maj, vazhdon thjesht bëhet edhe më qesharake drama dhe tragjedia. Siç u thash, deri tani Partia Demokratike dhe opozita shqiptare fokusimin që ka patur për të treguar autopsinë, shkakun e vdekjes së demokracisë shqiptare në këtë morg të madh që është kthyer Shqipëria sot, veçanërisht me datën 11 maj, ja ka arritur qëllimit duke sensibilizuar faktorët më të rëndësishëm të politikës evropiane. Raporti përfundimtar i OSBE-së sigurisht do t'i vërë kapakun dhe do të shpalli certifikatën e vdekjes. Pas kësaj fjala është e shqiptarëve. Pas kësaj fjala është e shqiptarëve, tha zoti Strazimir.